Kjerë, se ne kemi thënë dhe kemi stërthënë, madje po të lexosh me kujdes në raport, ku flitet me shumë shqetësime dhe për ekonominë informale, lihet të kuptohet se ajo është të thuash që mban sot ekonominë shqiptare në vetvete. Si e ke lexuar? Sinila, të dyja pika që sapo ne transmetuam janë edhe thembra akili të gjithë sa historie. Pse? E para fondet e IPARD-it janë taksat e qytetarëve europian, cilat kanë ardhur në Shqipëri dhe janë menaxhuar sipas manualit Rama, Balluku, Veliej, pra apo dhe Beqaj, se erdha i pjesë e kësaj historie. Ndërsa kur vjen puna tek toneladat e kokainës, duhet kemi parasysh që janë qytetarët evropian ato që e konsumojnë lëndë narkotike që sillin grupe shqiptare dhe që këtu në Shqipëri kanë një bazë ose më saktë kanë qeverinë e tyre, edhe në shumë raste paratë e pista që pastrohen në Shqipëri futen si paratë lishme në ekonominë europiane. Shqipëria ka arritur deri në atë pikë sa këtu nuk janë të sigurta vetëm investimet e grupeve kriminale, po këtu janë sigurta dhe pasuritë e sekuestruara të grupeve kriminale sa askush nuk guxon t'i prek. Dhe jo më larg se para dje doli edhe një investigim lidhur me këtë, se si me qindra milion euro pasuri janë po aty dhe në finale rikthehen prap tek një pjesë e mirë e këtyre grupeve kriminale. Ky raport në tërësi ne na ekspozoi tre trar. Një ka të bëjë me procesin zgjedhor. Ne kemi diskutuar dhe kemi diskutuar raportin e Odirit dhe baza kryesore e këtij raporti ishte raporti i zgjedhur të 11 majit për OSB Odirit. Po le ta lidhim pak me aktualitetin. Shkrirja e Partisë Shtet. Ç'o ndodh? Në një kohë që qytetarët shqiptarë dynden masivisht në Kosovë, Maqedoninë, Malzi, Greqi për të mbushur makinën me karburant, ministrat dhe drejtorët e kësaj qeverie i ketë çdo pasditë dhe çdo fundjavë duke bërë fushat me makinat e shtetit. Edhe me karburantin e shtetit. Pra me taksat e të gjithë shqiptarëve duke bërë fushat për partinë. Me administratën më të fryrë në administratën më të fryrë, kjo është pjesa tjetër e kësaj historie. Tani, pika 2 ose traui 2 që është më i rrezikshëm, patjetër lidhet me korrupsionin dhe me mbrojtjen e korrupsionit. Pse? Është vetë kryeministri Edi Rama. Afera Akshit e mori vetë mbrojtje dhe u tha mjafto të mbyllni gojen dhe mos flisni në anglisht apo në gjermanisht edhe vjen vjetër. Kërkoni çfarë doni. Afera Belinda Ballukut, afera Erion Veliaj pavarësisht çështjes për cilën po gjykohet Erion Veliaj edhe po shkon. Pra korrupsioni është traui 2, ndërkohë që traui 8 lidhet me atë që janë grupet e strukturuara kriminale dhe këtu Shqipëria për fat keq tu vjen paket me Serbinë. Jo më larg se para 2 ditësh doli dhe një investigim për kartelet e rrezikshme dhe aty u ekspozua ai bashkëpunimi që e kemi parë në Open Balkan, vetëm se këtë herë në Open Cartel, që ishin grupet kriminale të trafikut të lëndëve narkotike në bashkëpunim me grupet serbe. Pra nuk ishin aty as shqiptarët e Kosovës, as shqiptarët e Maqedonisë apo grupet maqedonase, por ishin grupet shqiptare, grupet malazeze, edhe grupet serbe si një faktor i rrezikshëm dhe si një faktor që është në lupën e DEA-s. Dhe të gjitha këto kanë bekimin e kryeministit Edi Rama. Çfarë ndodhi? Është folur shumë për pastrimin e parave dhe këtu duket sikur pastrimi i parave ndodh vetëm në ndërtim. Nuk është kështu. Pastrimi i parave ndodh në të gjitha sektorët e ekonomisë. Është në ndërtim, është në turizëm, është në to që cilësohet paketa e maleve, ka kaluar, po themi në çdo sektor dhe ka shkuar deri aty për zirja, saqë nuk dihet, po pra sot raportin e kemi raste kur grupe të përfshira në trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike kanë marrë miliona euro nga buxheti i shtetit dhe nuk përjashtohet mundësia që me paratë e taksapaguesve shqiptar të jenë paguar direkt ngarkesa të lëndëve narkotike në Amerikën Latine dhe kjo është tronditse. Dhe kushdo që këtu ka pasur shpresë për integrimin apo për ribarje apo raportin ndërmjetëm, Shqipëria ka bërë regresin më të madh të paktën më fal që të ndërpres vetëm një sekond, sepse kam këtu një nga pikat më të rëndësishme. Dhe thot, kur flet edhe për çështjet e konfliktit të interesit e tjerë, ka një pjesë shumë të rëndësishme. Këtu thot, një pritet puna e vijueshme e strukturës së specializuar antikorrupsion me institucione përfshirë SPAK-un, nuk kam superlativat e dikurshme që kemi dëgjuar dhe bën thirrje për të siguruar një pavarësi të mbështetur dhe thelbësore me burimet e duhura, me kapacitet operacional, pa e kufizuar fuqinë investigative dhe duke mos e nënvlerësuar punën e tij, por gjithashtu thuhet edhe forcimi i punës për gjetjen, ngrirjen, konfiskimin dhe menaxhimin e aseteve kriminale, duke përfshirë këtu edhe investigime sistematike financiare, duke përmirësuar dhe bashkëpunimin cross-border, pra midis kufive, ndërkufitar dhe agjensive ndërkombëtare për një përdorim të duhur të mjeteve konfiskuese
në këtë rast. Sa i kemi në këtë rekord të kësaj çështje? Pra, dakord kemi bërë. Bilanci pasurive të sekuestruara është krejt qesharak në raport me fuqinë financiare që kanë grupet kriminale. Dhe ne kur flasim për grupet kriminale, ne po harrojmë edhe një aspekt tjetër, po harrojmë paratë e korrupsionit që pastrojnë ekonominë shqiptare dhe paratë e call centerave që së fundmi është ekspozuar si një industri që gjeneron çdo vit po themi miliona euro që u zhvaten qytetarëve evropian dhe pastrohen në ekonominë e brishtë shqiptare.